Përshëndetje. Sot në lëndën e matematikës kemi temat përsëritje, gjeometri, shumëzimi dhe pjesëtimi. Atëherë duhet të dallojmë dhe të vizatojmë drejzat paralele dhe drejzat prerëse. Si dallojmë drejzat në figura gjeometrike, të emërtojmë llojet e këndëve dhe t'i dallojmë ato në figura gjeometrike, të kryejmë shumëzime dhe pjesëtime me numra 2 shifror dhe 3 shifror. Fjalët kyçe, drejza, pingule, prerëse, kënde dhe figura gjeometrike. Kujtojmë drejzat paralele. Cilat ishin drejzat paralele? Ato që nuk priten asnjëherë. Pra kanë një largësi të njëjtë nga njëra tjetra. Po drejzat pingule, drejza që priten në një pikë dhe formojnë kënde të drejta. Kujtojmë që këndi i drejtë është 90 gradë. Atëherë do të punojmë ushtrimin që kemi në figurë. Do të dallojmë këndet, drejzat paralele, prerëse dhe pingule. Brinjët paralele. Brinjët paralele janë ato që janë përballë njëra tjetrës dhe që nuk priten sado që të zgjaten. Ndërsa brinjët pingule janë ato që priten dhe formojnë një kënd të drejtë. Atëherë do të shikojmë figurat dhe do të dallojmë drejzat paralele, drejzat pingule dhe drejzat prerëse. Çfarë është këndi? Rrotullim i një gjysmëdrejtëse rreth një pike. Atëherë kemi shembullin aty, këndin ABC. Atëherë tek figura, sa kënde dallojmë në figurë? Tregojmë llojet e këndeve dhe gjejmë masën e tyre. Llojet e këndeve, cilët ishin? Këndi i drejtë, i cili formon 90 gradë. Këndi i ngushtë, që është më i vogël se 90 gradë, këndi i gjerë, që është më i madh se 90 gradë, këndi i shtrirë, që është 180 gradë, dhe këndi i plot, që është 360 gradë. Punojmë tek figurat, dallojmë këndet, i emërtojmë ato dhe masën e tyre me raportor. Dhe te figura e fundit, emërtojmë 3 këndshat dhe gjejmë masën e këndeve. Të gjitha këto në fletoren e detyrave për përsëritje. Punë të mbarë.